Në kuadër të manifestimit Tetovan Fest, mbrëm në sheshin Iliria në Tetov, një mbrëmje të veçantë që kushtua sportit të karates, ku talenti, disiplina dhe energjia e të rinjeve ishin në qendër të vëmendjes. Në këtë manifestim sportiv, shkaftësitë e tyre para publikut tetovar që ishte në numër të konsiderueshëm, i demonstruan karateistët e klubit të karates Shkëndia me trajnerin Begim Murati. Karateistët me këtë rast dënjësisht promovuan sportin dhe vlerat e tij në qytetin tonë. Unë para së gjithash duhet publikisht të përgëzoj organizatorët e këtij manifestimi. Tetova dhe qytetet tjera në Republikën e Maqedonisë së Veriut kanë nevojë për aktivitete publike ku qytetarët të njoftohen me klubet dhe shkollat sportive që ata kanë. Kjo është një kënaqësi e veçantë edhe për prindët, edhe për fëmijët, pse para së gjithash dalën para prindve, para qytetarëve, asaj përket këtij aktiviteti Shkëndia është një ndër klubet më të vjetra në Maqedoninë e Veriut dhe më gjerë, i cili ka pas edhe një fat të vështirë. Dhe të njëshin sikurse edhe futbolli, voleybolli dhe Shkëndia, pushteti atëhershëm ndërpreu punën, por na nuk lam dëshirën, mbas viteve të 90-ta u riaktivizuan dhe këta klube janë bartës të aktiviteteve sportive dhe të cilësisë së sportit në nivel shtetënor, si karateja, futbolli dhe voleybolli. Aktiviteti i karates në kuadër të verës tetovare solli energji sportive, disiplinë dhe emocione të bukura për të gjithë të pranishmit.